I nderuar ra të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, Apostulli Pavli në letrën e tij drejtuar Korintasve na thot këto fjalë. Vëllezër, unë e mora prej Zotit atë që dorëzova, që Zoti Jesu, atë natë që u tradhtua mori bukë, përhiroi e theu dhe tha: "Merrni ani, ky është trupi im që thyet për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Gjithashtu mori dhe kupën pas darkës dhe tha: "Kjo kupë është dhjata e re me gjakun tim, bëjeni këtë në kujtimin tim kur do erë që pini, se kur do erë që hani këtë bukë e pini këtë kupë, shpallni vdekjen e Zotit Jesu gjersa të vi përsëri." Të dashur të krishterë, sot është një ditë e madhe, e njëjtja e madhe ku ne të krishterë ortodoks jemi mbledhur në Kish për të kryer liturgjinë hyjnore të Shën Vasilit të Madh, dhe kulmi i liturgjisë hyjnore arrin atë kur prifti përsërit të njëjtat fjalë që tha Krishti përpara apostujve. "Merrni hani, ky është trupi im", pastaj "Merrni pini, ky është gjaku im". Pra, buka dhe vera që ne e çojmë në Kish, që janë të Zotit dhe afrojmë Zotit, ai i shndron ato në trup dhe në gjak të Krishtit. Dhe ky është misteri më i madh që Krishti i la apostujve dhe apostujt ja lan Kishës apostolike. Dhe vazhdon ky mister të kryhet gjithmonë në kishat tona ortodokse dhe do kryhet deri në ardhjen e dytë të Krishtit. Zoti Jezu Krisht e identifikoi veten e vet me bukën dhe me verën. Buka është ajo që e mban njeriu, ashtu siç thuhet tek Psalmi, buka që forcon zemrën e njeriu. Vera është pija që gëzon zemrën e njeriu. Dhe Krishti pra erdhi dhe tha: "Unë jam buka e jetës. Ai që hap prej kësaj buke kur nuk do të ketë uri." Dhe po ashtu tha për veten e vet që unë jam, gjaku im është pije, dhe ai që pi prej saj kur nuk do ketë etje. Vërtet Jezu Krishti, biri i Perëndisë, u bë bir njeriu, dhe jo vetëm u bë bir njeriu që u shoqërua me njerëzit, por ai u bë ushqimi ynë, shpëtimi ynë. Dhe ai na jep trupin dhe gjakun e tij në këtë mister kaq të madh, të paimagjinueshëm, ku buka dhe vera në altaret e Perëndisë me lutjet e Kishës nëpërmjet priftërive shndrohet në trup dhe në gjak të Krishtit. Dhe ne e marrim atë me frikë, besë dhe dashuri për ndjesën e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Është një mister që mendja njerëzore nuk arrit dot ta kuptojë, por është një mister i vërtet. Kisha ortodokse nuk beson sikur është buka dhe vera trupi dhe gjaku i Krishtit, por që vërtet buka dhe vera shndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit. Sepse Krishti tha: kjo është trupi im dhe kjo është gjaku im. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Të dashur të krishterë, ne besojmë fort në këtë mister të madh, se si buka dhe vera shndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit. Patjetër këtu nuk kemi aftësi njerëzore, këtu kemi ndërhyrjen e Perëndisë. Është Shpirti i Shenjtë, ai që bëri që biri dhe fjala e Perëndisë zbresin nga qiejt, dhe nëpërmjet mitrës së tërshendës Virgjënës Mari, nëpërmjet gjakut të saj, ai të marri trup njerëzor. Po ai Shpirti i Shenjtë është që bukën dhe verën në altaret e Zotit i shndron në trup dhe në gjak të Krishtit. Dhe ne e marrim këtë që të bashkohemi me Krishtin. Pra, Krishti jo vetëm shoqërohet me neve, por ai bashkohet me neve, na bën të ngjashëm me veten e tij, na bën bir Perëndisë sipas hirit, na bën mbretër në mbretërinë e tij. Dhe kjo është një gjë që as ëngjëjt nuk e marrin, sepse vërtet ëngjëjt janë krijuar sipas ikonës Perëndisë, por ëngjëjt nuk janë krijuar të jenë të ngjashëm me Zotin, ashtu si u bën natyra njerëzore, të jetë e ngjashme me Perëndin. Kjo mundësi u dha Adamit dhe Evës, që ata të hanin nga pema e jetës që të bëshin pavdekshëm. Por dim që ata e humbën këtë privilegj, sepse djalli i gënjeu duke thënë që po të hanin nga pema e të mirës dhe të keqes, ata do bëshin pavdekshëm. Kështu që njeriu humbi këtë dhe u bë një qenie e vdekshme, shpirtërore dhe trupore. Vjen Krishti përsëri dhe na rikthen parajsën dhe na jep mundësi të ham nga pema e jetës. Kush është pema e jetës? Pema e jetës është vetë Krishti. Dhe kush është frutat e pemës së jetës? Është trupi dhe gjaku i Krishtit, të cilën ne e marrim për jetë, jo vetëm për jetë të përkohshme, por për jetë të pavdekshme. Prandaj quhet edhe nga Shën Ignati
misteri falënderimit ynor ose trupi dhe gjaku i Krishtit si ilaçi i pavdekësisë. Të dashur të krishterë, ne të krishterë ortodoks jemi njerëzit më të privilegjuar në të gjithë botën, sepse jo vetëm besojmë në Perëndin triadik, besojmë në mënyrë ortodokse të vërtetë. Jo vetëm jemi pagëzuar në Krishtin, ne jemi bërë bita adaptuar, por ne kungohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Bëhemi të ngjashëm me Krishtin, bëhemi krishtër. Dhe kjo mundësi na jepet neve, por kjo ka dhe një përgjegjësi, se sa e madhe është privilegji, aq e madhe është edhe përgjegjësia. Prandaj dhe apostulli Pavli na thot përsëri këto fjalë. Prandaj ai që hak të bukë dhe pi kupën e Zotit pavyërisht, do të jetë fajtori i trupit dhe i gjakut të Zotit. Pra le ta shprovojmë veten njeriu, pastaj le të hajë nga kjo bukë dhe të pi nga kjo kupë, sa ai që ha dhe pi pavyërisht, ha dhe pi një dënim për veten e vet, se nuk deron trupin e Zotit. Nga ky shkak ka midis jush shumë të pafuqishëm, të sëmur, madje edhe që kanë vdekur, se po të gjykojmë veten, nuk do të dënohemi, por kur gjykojmë veten, arsyetohemi për Zotit që mos dënohemi bashkë me botën. Të marrësh dhe trupin e gjakun e Krishtit që tham ëngjëjt e lakmojnë dhe nuk e marrin dot, është privilegj i madh dhe përgjegjësi e madhe. Prandaj duhet një përgatitje. Duhet patjetër të jemi të pagëzuar në kishën ortodokse. Duhet të jetë patjetër të penduar dhe të rrëfyer dhe të kemi marrë leje nga ati rrëfyes për ta marrë kungimin. Duhet patjetër të jemi të kreshmuar dhe të agjëruar dhe duhet patjetër të mos kemi mëkate të vdekshme dhe aq më tepër mos kemi mërira, zëmërime, inate dhe ndaj armikut ton. Duhet jemi paqëtor me të gjithë dhe vetëm kështu me frikë Perëndije, sepse po afrohemi jo thjesht në një simbol, po afrohemi në trupin dhe gjakun e Krishtit që është në duart e priftit dhe do marrim zjarr hynor, bes që tham që atje nuk është buka dhe vera, po është trupi dhe gjaku i Krishtit dhe dashuri. Dashuri për Zotin, dashuri për të afërmin, dashuri dhe për armikun. Dhe vetëm kështu trupi dhe gjaku i Krishtit bëhet dhe trupi dhe gjaku ynë. Ne bëhemi krishtër. Në të kundërt, nëse ne jemi me hipokrizi, me pabesi, me mëkat, me tradhti, atëre kungata kthehet në dënim. Ne dëgjuam nga Ungjilli i Shenjtë që dhe Juda u kungua, por tek ai hyri djalli, ai doli jashtë, tradhtoi Krishtin edhe dënoi veten. Kështu edhe ata të krishterë të cilët nuk i kanë kriteret që ka thënë kisha sipas porosive të apostujve dhe të vetë Zotit, patjetër që kungata kthehet në dënim. Nuk do të thotë thjesht se kreshmojmë nga ushqimi për ham këto ditë, ushqime pa vaj dhe jemi të denj për të kunguar. E kemi gabim. Në qoftë se neve kemi mëkate të vdekshme, edhe sikur mos kemi ngrënë asgjë, nuk duhet të kungohemi. Vetëm në qoftë se rrëfejmë mëkatet dhe marrim uratën dhe lejen nga ati rrëfyes, duhet të kungohemi. Këtë ka thënë dhe Shën Joan Gojarti dhe këtë e thonë gjithë shenjtorët e kishës. Kungimi nuk është thjesht një ceremoni, nuk është thjesht një simbol, është një mister, është misteri më i madh i kishës. Si thot Shën Nikola Kavasila, nuk mund shkohet më lart se kaq. Prandaj të bëjmë kujdes, të kungohemi me frikë Perëndije, besë dhe dashuri, sipas kanoneve të kishës, sipas rregullit kishtar, të agjëruar jo vetëm nga ushqimi, por dhe nga mëkati, dhe vetëm kështu kungata bëhet bekim. Në të kundërtën, atëherë sjell sëmundje, sjell mallkim, sjell dhe vdekje të parakohshme. Duhet jemi të kujdesshëm, të dashur të krishterë. E fundit që do them është sot edhe dita e Entës Madhe, ku neve kujtojmë edhe atë çfarë bëri Zoti, që para se të darkonte me apostujt, ai lavi këmbët e apostujve. Të gjithë u çuditën nga ky veprim, madje apostulli Petro tha, unë nuk pranoj të më lash këmbët, por Krishti tha, nëse unë laj këmbët ty, ti nuk e pjesë me mua. Dhe Petro i tha, jo vetëm këmbë, po dhe kokën. Po Krishti tha, ata që janë të pastër, mjafton vetëm të lajnë këmbët, por jo të gjithë jeni ju të pastër. Çfarë bëri Krishti? I pagëzoi apostujt para se t'i kungoj. Prandaj dhe para se të kungohemi duhet jemi të pagëzuar. Por pagëzimi i dytë është pendim rrëfimi. Prandaj pendohemi, rrëfehemi, kur kemi mëkate, kur jemi bërë pis, pastaj shkojmë dhe kungohemi. Dhe ky veprim i Krishtit, kjo porurësi e skajshme e Krishtit tregon në mënyrë të veçantë për ata që janë thirrur për të shërbyer popullit Perëndis, si klerik, episkop, priftërin, diakon, që duhet ta kryejnë këtë shërbes me porurësi si Krishti, të jenë shërbëtor të shërbëtorëve të Perëndis. Vetëm kështu merr kuptim shërbesa priftërore.
duke i shërbyer popullit Perëndis, duke i ngjajtur Krishtit, i cili e zbrazi veten, u bëj i përulur i fundit i njerëzve, derisa i lau këmbët apostujve dhe i bindur deri në vdekje kryqi, të cilën ne pritemi ta përjetojmë sot në mbrëmje në të premten e madhe. Amin.